Sali Berisha ka lëvizur të gjithë gurët për të hequr non gratën ose minimalisht për siguruar një udhëtim në SBA, por e gjitha kjo ka dështuar. Departamenti i Drejtësisë ka publikuar 2 letra ditën e djeshme, të cilat janë pjesë e lobimit të Continental Strategy. Letrat, njëra e firmosur nga disa adletar në SBA dhe tjetra nga vetë kompania lobuese, janë dërguar Departamentit të Shtetit Amerikan. Letra e firmosur nga shqiptarët, mes të cilëve edhe Nureddin Seçi, mban datën 28 mars. Ata i kanë kërkuar sekretarit Rubio që të lejojë Berishën të udhtojë në SBA dhe të zhvillojë një takim me ta. Ne, udhëheqësit e nënshkruar të organizatave shqiptaro-amerikane të mëposhtme, së bashku me anëtarët dhe mbështetësit tanë brenda komuniteteve tona, kemi nderin të paraqesim këtë kërkesë zyrtare për lëshimin e një vize hyrje daljeje për profesor Dr. Sali Berishën, kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, për të vizituar Shtetet e Bashkuara. Profesor Dr. Sali Berisha është ftuar zyrtarisht nga organizatat tona për të takuar komunitetin shqiptaro-amerikan në Shtetet e Bashkuara. Si qytetar të Shteteve të Bashkuara dhe antar aktiv të komuniteteve tona, ne e njohim rëndësinë thelbësore të angazhimit demokratik dhe pjesëmarrjes në të ardhmen politike të Shqipërisë. Me zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri të planifikuara për më 11 maj 2025, ne kërkojmë praninë e profesor Dr. Berishës për t'u drejtuar komunitetit ton dhe për dhënë udhëzime mbi mënyrën se si mund të kontribuojmë më mirë në procesin demokratik në atë dheun ton, thuhet aty. Por më interesanti është një letër që është firmosur nga kompania lobuese, e cila pranon në thelb se heqja e non gratës është një proces shumë i vështirë. Në letër thuhet se të drejtën e zhbërjes së saj e ka vetëm sekretari i shtetit dhe klienti i tyre, pra Berisha nuk ka as të drejtë ankese. Seksioni 7031C është një proces tërësisht politik. Statuti i Forpas nuk krijoi asnjë proces për heqjen e sanksionimit ose të drejtë ankese. Në vend të kësaj jep diskrecion të vetëm sekretarit të shtetit për caktuar një individ ose për të anuluar ose revokuar atë përcaktim. Ai gjithashtu jep diskrecion të vetëm për të hequr dorë nga sanksioni nëse sekretari përcakton se heqja dorë do t'i shërbente një interesi kombëtar bindës ose se rrethanat që shkaktuan që individit mos ishte i përshtatshëm kanë ndryshuar mjaftueshëm. Tërheqja mund të ndodhë nëpërmjet shqyrtimit të brendshëm, rishqyrtimit politik ose një ndryshimi në politikën e administratës. Individi i sanksionuar ose avokatët e tij mund të bëjnë një peticion në Departamentin e Shtetit, të paraqesin informacion kundërshtimi ose të lobojnë për revokim, por vendimi përfundimtar është tërësisht diskrecionar, thuhet në letër e cila mban datën 1 maj.